Drejtorët e Fondit për Sigurim Shëndetësor në Maqedoni, Sasho Stefanovski dhe Orhan Ramadani, sot kanë vizituar njësinë rajonale të fondit në Tetov. Zyrtarët e fondit informuan për disa beneficionit që në periudhën e fundit janë harmonizuar në këtë fond me përkrahje të qeverisë për ndryshime të disa ligjeve, e sidomos për banorët e Tetovës që kanë qenë penalisht të ndjekur lidhur me deklaratat e rejshme për të ardhurat e realizuara. Drejtori tha se ata nuk do të ndiqen penalisht. Ndryshimet ligjore që janë bë në lidhje me ankesat që deri tash ishin dorëzuar në lidhje me deklaratat e rrethshme, tani ajo është rregulluar si problem. Njëkohësisht kontributet të cilat janë paguar deri në 2008, në faktikisht tani largohet kamata dhe të gjithë do të jenë në vazhdim sipër. Ata mes tjerash theksuan se vizita e sotme është që të shihen përgatitjet në Tetov dhe njësitë tjera rajonale për lehtësimin lidhur me pranimin e kërkesave të qytetarëve për shlyerjen e kamatave në bazë të kontributeve të papaguara për sigurim shëndetësor. Në pajtim me ligjin për barëra, çdo firmë që ka së paku 2 barnatore në një vendbanim ose 5 në nivel të shtetit është i obliguar që të hapë qendër të barnave në vendbanimet përkatëse me numër të caktuar të banorëve.